Shumë njerëzve u pëlqen të lexojnë histori për jetët e të tjerëve dhe për arritjet e tyre. Madje, shitjet e librave tregojnë se ky interes është në rritje. Edhe pse në shumë zhanera ka rënë numri i librave të shitur, biografitë dhe autobiografitë kanë shënuar rekord shitjesh dhe interesi. Në të njëjtën kohë, njerëzit që përdorin bloge të ndryshëm ose media sociale për të përshkruar momentet e jetës është gjithmonë në rritje. Me sa duket, të gjithë duan të tregojnë historitë e tyre dhe të flasin për vete. Kjo nuk bën surprizë për askënd. Por gjatë shekullit të fundit, shumë psikologë kanë shkruar për nevojën e njeriut që të evidentohet dhe të shkruaj për veten e vet. Një nga mënyrat më të mira, sipas psikologëve, për t'i dhënë kuptim për ditëshmërisë tonë, është që të mbajmë një ditar, i cili na lejon të reflektojmë për veten dhe na jep më shumë mundësi të mendojmë se çfarë mësuam ose ku dështuam gjatë ditës. Për më tepër, kur shkruajmë ngjarjet që na kanë ndodhur, e kemi shumë më të thjeshtë që t'i mbajmë mend. Sipas psikologëve, koha më e mirë për të shkruar ditarin është koha përpara gjumit, një moment qetësie dhe reflektimi për ditën që u kalua. Momentet e tjera të ditës nuk janë aq të përshtatshme për shkak të ngarkesave që ju keni, por edhe se truri memorizon më mirë ato çka mendon përpara se të flej. Ditari që shkruani sot do të jetë një kujtim i çmueshëm, plot nostalgji dhe emocion pas shumë vitesh në momente që do të bëni retrospektivën e jetës suaj.